Po qëndroj tek detajet, është mësuar se kur mund të nisin këto bisedimet në Pakistan dhe ka detaje, e dim të dërguarin e presidentit Amerikan është Witkoff, i dërguar i tij për krizat dhe luftrat dhe shumë situatat tjera, por kush do tjetë është pyetja përfaqësuesi i Teheranit në këto momente? Tashmë përfaqësuesi i Teheranit në mënyrë zyrtare është shumë e vështirë që të themi që do të jetë një përfaqësues i Teheranit në tavolinë, qoftë edhe një i burimeve sekrete të Iranit, pra një i lartë, një zyrtar i lartë, është e pamundur sepse në dorën e Izraelit, pra në listën e Izraelit kemi listën të gjithë drejtuesve të Iranit, pra kush do të jetë, kush do të dinë Izraeli se kush është do të eliminohet, ku zaten edhe të dini se këtë ka bërë Izraeli dhe ka eliminuar me sukses të gjithë ato çfarë ka dashur. Kështu që edhe ata kanë shumë të vështirë që të jenë në tavolinë, plus kësaj që vështirësia për të ulur në tavolinë e Iranit është se në radhë të parë sipas Iranit, pra sipas Iranit do të kemi kushte. Kushtet tona janë totalisht të kundërta me të Trumpit. Trumpi është në atë vjet ku ka qenë para luftës, ose ku ka qenë para një viti, nuk ka ndryshuar Trumpi. Para këtë nuk do t'i kene këtë fare. Domethënë plus janë shtuabiles edhe kushtet tona, kurse kushtet e Iranit tashmë janë krejt totalisht të tjera, sepse siç thuhet, ende nuk e dim sepse janë top sekret, por thuhet që ministri i jashtëm i Omanit atëherë pa shku direkt i pa hyrë avionit në dhjetor para se sa ishin bombardimet, pa shku në Pentagon dhe në Washington dhe i pa thënë që po Irani tashmë ka vënë është afër marrëveshjes dhe do të heqë dorë totalisht nga uraniumi, do t'ia dorëzojë Juve të gjithë uraniumi 450 apo 450 kg, nuk dihet edhe nuk dihet mirë, por do t'ia dorëzojë Juve dhe predhat që kalojnë domethënë në 1250 km do t'i eliminojë, pra nuk do të bëjnë predha më të mëdha, jo po ka 2000, 4000 sa 1000 km, të gjitha ato do i heqin, pra ishte gatshëm Irani për të gjitha, për të dorëzuar atë dhe u kthye me dorë bosh, pra u bombardua. Tani me vërtet Irani ku sipas mundësive, domethënë sipas mundësive të Iranit si vetë mbrojtës dhe jo si sulmues normalisht, ka marrë jashtë masë diçka në dorë dhe të paktën rajonit i ka futur flakën për të mbrojtur, domethënë për të treguar se unë jam i gjallë, ku edhe Izraelit i ka dhënë dëme të konsiderueshme, jo aq sa i ka dhënë Izraelit, apo i ka dhënë të konsiderueshme dhe kështu me pa nga Irani duket që Irani është në fitore. Domethënë në fitore, nuk është në fitore sa do të humbi me patjetër, por sipas sociopolitikës është në fitore, qoftë edhe për konsum të mbrëmshëm, kurse tash në shkumë ulën në tavolinë, kush do të ulet nga ato liderët në tavolinën e paqes, ku Amerika ishte i preu në besë pra 2 herë dhe sulmoi, tash do të ulet përsëri. Kjo është shumë për të dëshiruar, por me sa duket kjo varet totalisht nga Amerika, sepse siç dihet Amerika nuk arrisin ta kuptojnë dot se çfarë strategjie ka Amerika, domethënë në rajon fare dhe me këtë luftë për çfarë u fut dhe çfarë do të marrë nga këtë. E vetëm gjë që e shohim domethënë që është krejt konkrete dhe po ecën me precize hap pas hapi pa asnjë devijim, janë strategjitë e Izraelit, e cila do të gjithë zonën, të gjithë rajonin në plak, ku ja ka filluar prej vitesh, domethënë të gjitha tashmë edhe me Iranin ja arriti, po ashtu edhe me Libanin ka shkuar në 60 km, diku në 90 km e ka arritur ti marrë, pra të çojë ushtarët e vet dhe ta marrin në kontroll. Asaj edhe 60 deri 90 km, po ashtu nesër pas nesër u priste për Bajram, por nuk e bëri Izraeli, që të hyjë edhe në Siri, në lartësirat e Golanit deri aty në Damask. Pastaj do të kenë radhën Jordania, të tjerë në radhë. Pra Izraeli ka një strategji, por Irani nuk ja dim strategjinë dhe nuk ja dim edhe forcën me të vërtetë, sepse të gjitha ato që janë prononcuar Trumpi për qoftë edhe Benjamin Netanyahu për Iranin, pra mbaroi që ditën e parë Irani duke bombarduar. Mbaroi ditën e dytë, nuk ka ngel asgjë gjë, se kemi bërë jo rrafshë hitët e Trumpi, Pentagoni, Centcomi, Izraeli, të gjitha Irani përsëri duke bombarduar të gjithë rajonin. Pra këtu është edhe dezinformacioni, por edhe qëllimet janë krejt të flu. Forca e Iranit nëse është për të mbijetuar, domethënë është me vërtetë ka forcën për të mbijetuar, kjo luftë do të zgjasë ndoshta me muaj, ndoshta edhe me vite.